Përshëndetje të gjithëve, mirë se erdhët në kanalin tim në YouTube. Unë jam Jessica Thartori. Sot do të bëjmë një rrugëtim të gjatë bashkë që ka të bëjë me Get Ready With Me. Hapa që do të ndjek, në rast të parë do bëj përkujtesjen e lëkurës dhe të flokëve, një make-up të shkurtër dhe një rregullim të flokëve. Përpara se të fillojmë me hapat, siç e përmenda në fillim, do të bëj një skincare dhe hair care routine. Dhe t'japë një informacion të vlefshëm në lidhje me skincare-in. Çfarë është skincare? Skincare është një grup hapash të rregullt që përdoren për të mirëmbajtur shëndetin dhe mbajtjen e lëkurës. Qëllimi kryesor i saj është pastrimi, ushqyerja dhe mbrojtja e lëkurës në mënyrë që ajo të jetë sa më hidratuar, e pastër dhe balancuar. Rutina kujdesit të lëkurës ndahet në 3 etapa. Në rast të parë ka të bëjë me larjen, trajtimin, hidratimin dhe mbrojtjen e lëkurës. Për sa i përket pastrimit, ky është hapi bazë ku hiqen papastërtitë, yndyrra e tepërt dhe grimcat e ambientit që grumbullohen gjatë ditës. Pastrimi i rregullt ndihmon në parandalimin e bllokimit të porave dhe mbajtjen e lëkurës së freskët. Pra le të fillojmë me hapin e parë, që është larja e fytyrës për një fytyrë sa më të pastër dhe më të rregullt. Hapi im i parë është larja e fytyrës. Do marr një tampon pambuku dhe nëpërmjet ujit micelar të markës Bioten, që e gjeni në të gjitha pikat e Well Beauty and Care. Do hedh disa pika në disketën e pambukut dhe do të bëj pastrimin e parë të fytyrës, duke hequr të gjitha papastërtitë e para. Siç e thash edhe pak më parë, ky është hapi bazë ku hiqen papastërtitë, yndyrra dhe e tepërt dhe grimcat e ambientit që grumbullohen gjatë ditës. Pastrimi i rregullt ndihmon në parandalimin e bllokimit të porave dhe mbajtjen e lëkurës së freskët dhe është hapi i parë për përgatitjen e fytyrës për trajtimin edhe mbrojtjen dhe hidratimin, pra për të gjitha hapat e tjera vijues. Uji micelar nga Bioten është i përshtatshëm për të gjithë tipet e lëkurës, ka përmbajtje të lartë të acidit hyaluronik që bën të mundur ushqyerjen e lëkurës në pafundësi, pra gjatë kohës që ai e pastron në mënyrë të kujdesshme dhe hidraton. Është shumë i kujdesshëm për zonën e syve dhe pjesën e buzës. Do bëjmë bashkë një pastrim të dyfish dhe hapi i dytë është larësi shkumos, po nga marka Bioten. Ka të njëjtën përmbajtje siç kishte edhe uji micelar, ka një përmbajtje të mirë të ujit acidit hyaluronik që bën të mundur gjatë larjes dhe gjatë pastrimit të fytyrës të jetë sa më i drejtuar. Hedhim 2 pika në dorë, e masazhojmë në pëllëmat e dorës dhe bëjmë të mundur pastrimin e lëkurës në thellësi. Një lëkurë e pastër është gjithmonë e shëndetshme. Mundu e thajë dhe fytyrës me një gërshime, butësisht. Trajtimi. Kjo fazë përfshin produktet që targetojnë nevoja specifike të lëkurës, si për shembull puçrat, rrudhat, njollat e errta, tharjen e lëkurës, yndyrën e tepërt. Produktet më të zakonshme për trajtimin
lëkurës janë serumet, tonikët, acidet eksfoliues, kremrat dhe me përbërës aktiv si vitamina C, retinoli, acidi hyaluronik, që ne e përdorim tek larësit. Duke që se unë kam fytyrë të ndryshme, më fani, unë kam një fytyrë të lëkurë të thanë dhe 30 minuta pas larjes lëkurës pa aplikuar asnjë produkt, ajo ndihet e tendosur, pa shkëlqim dhe ka zona të ashpra. Gjatë ditës vërej që prodhon pak ose as pak e ndyrë dhe ka shumë gjasa që lëkura ime të jetë e thatë. Fillojmë me hapën e parë të trajtimit të lëkurës. Produkterin Mjaven, që është uji termik, që është për fytyra sensitive, është edhe për fytyrë të thatë. Bëjmë për hapjen e lëkurës, bëjmë për hapjen në të zonën e lëkurës. Vetëm pak. Pas kësaj, do vendosim 2 pika esence nga Advanced Snails 96 Mucin Power Essence. Vendosim vetëm 2 pika në dorë, sepse te ma i së ushqyer dhe te ma se hidratuar. E masazhoj në dorë, në këmbën të dorës, dhe më pas e vendos në fytyrë dhe në qafë, mos harroni gjithmonë qafën, sepse edhe ajo ka nevojë për hidratimin e duhur. Mbas përdorimit të esencës, do të përdor 2 serume të mase hidratues nga Isana, edhe hidratuesin me perla të Biotenit. Produktet e Isana si gjeni në të gjitha pikat. Sot kam vendosur të publikoj dhe një produkt tjetër që është acidi me vitaminë C, përpara se të përdor ato 2 acidet e tjera. Hedhim vetëm 2 pika në dorë, 1, 2. Serumi me vitaminë C është hidratues dhe shërben për heqjen e njollave në fytyrë. Masazhojmë në bllokun e dorës, më pas e shpërndajmë në fytyrë dhe në qafë. Mund ta përhapni edhe në pjesën e dekoltes. Ka një aromë të jashtëzakonshme dhe është një produkt shumë i mirë që unë kam përdorur. Kalojmë te 2 produktet e tjera. Të acidi hyaluronik, po e markës Isana që gjeni tek Rossmann Lala. Dhe për një hidratim të trafisht, hedhim disa pika nga Bioteni, që është një hidratues shumë i fuqishëm, po me perla. Masazhojmë në dorë dhe hedhim në fytyrë. Masazhojmë të gjithë fytyrën edhe qafën. Mos harrojmë edhe duart. Janë shumë të sjellshëm dhe të patëmshëm dhe për lëkurën e dorës. Tek fytyra do kalojmë te hapi final, që është kremi hidratues, po nga linja Bioten. Mos harrojmë dhe qafën, sepse është shumë e rekomandueshme.
Dhe masazhojmë në gjithë fytyrën. Bëjmë masazhimin në të gjithë fytyrën. Hapi fundit në trajtimin e fytyrës është edhe kremi hidratues për sa i përket zonës së syve, sepse dhe ato kanë nevojë për përkujdesin e tyre. Dhe masazhojmë në formë rrethore në të gjithë zonën e syrit dhe kapakun e syve. Në një farë mënyre u bë hidratimi komplet i fytyrës dhe i zonës së syve. Më lejoni të jap një informacion të detajuar për pjesën e tretë, ose po kryeva pjesën e tretë të trajtimit të fytyrës, që kishte bënte me hidratimin dhe mbrojtjen. Është mbyllja e rutinës me një hidratues, i cili ndihmon në ruajtjen e barierës së lëkurës dhe mbajtjen e ujit brenda saj. Gjatë ditës ky hap domosdoshmërisht pasohet nga mbrojtja e diellit me SPF, e cila mbron lëkurën nga dielli, nga dëmtimet e shkaktuara nga rrezet UV. Po pse shërben skincare routine? Skincare routine ose trajtimi i kujdesit të lëkurës për të mbajtur lëkurën të shëndetshme në periudhë havagjate, për të reduktuar shfaqjen e problemeve si inflamacioni, tharja, aknet, shenjat e plakjes, për të krijuar një balancë midis hidratimit, prodhimit të yndyrës dhe papastërtive të lëkurës. Pse konsiderohet e rëndësishme? Një rutinë e përshtatur sipas llojit të lëkurës, e thatë, e mbyshme, e kombinuar, e ndjeshme, ndihmon në përmirësimin gradual të pamjes së saj. Nuk është një proces i menjëhershëm, por kërkon konsistencë dhe përdorimin e produkteve të duhura. Një skincare rutinë është një praktikë e përditshme e ndërtuar mbi parime të thjeshta. Pastro, trajto dhe mbro lëkurën. Ajo nuk është një luks, por një formë bazike e mirëmbajtje që ndihmon dhe përmirëson në ruajtjen e vitalitetit dhe bukurinë e natyrës së lëkurës. Pasi mbarova me trajtimin e lëkurës dhe skincare-it, tani do vazhdojmë me hapat të tjerë. Do bëj trajtimin e flokëve dhe rregullimin e tyre. Gjëja e parë që do bëj, sot kam vendosur të përdor këtë serumin nga L'Oreal, që e gjeni në të gjitha pikat. Do hedh disa pika në dorë. L'Oreal ka shumë produkte të mira për flokëve, por serumi është goxha i mirë, ndihmon në përkujdesin e flokëve, para tharjes. Është në formën e një serumi me përmbajtje të acidit hialuronik. Bëjmë të mundur hidratimin dhe të flokëve dhe të kalojmë në tharje.
Pasi bëra për kujdesin e flokëve, tharjen, krehen dhe për kujdesin e lëkurës, tani do të kalojmë te make-upi, që hapim make-upi. Një pjesë e rëndësishme e trajtimit të fytyrës ose skincare-it është edhe trajtimi i buzëve. Do përdor këtë lip balmin nga Leo Crema, që e gjeni te Well Beauty. Me anë të një furçe, unë do përdor për fondatintë, duke qenë se fytyrën e kam të hidratuar me kremë hidratues, dhe të gjithë hapa që të bëra nuk do përdor primer, po do kaloj direkt te fondatina. Do përdor këtë nga Rival The Loop, që është në nuancën 01 vanilje. Do përdor një furçë. Shumicën e personave preferojnë të përdorin spongjin, por unë jam shumë dhëmbës furçave. Është kjo furça këtu. Do hedh 2 pika dhe më pas do ta përhap në gjithë fytyrën. Për concealer, do përdor po këtë, po nga linja Rimmel The Look. Natural Touch and Hydra Concealer në nuancën 03. Do të përhap me forcë. Tani do përdor me një tjetër furçë me pudër kompakte, do bëj të mundur matifikimin edhe bërin të mundur që gjithë make-upet të shndroj mirë gjatë gjithë ditës ose gjatë gjithë videos. Tjetër. Këtu kam një tjetër palet, po nga Rimmel The Look, është një palet treshe që ka në përbërjen e saj bronzerin, highlighter edhe blush. Unë do përdor vetëm bronzerin me një furçë. Bronzeri dhe blushi japin një dritëhije fytyrës, por mua më pëlqen të përdor vetëm bronzerin. Pak të ftohtë. Make-up pak i ftohtë.
Për vetulla, do përdor këtë Makeup Me Brown, Air Brow Mascara plus Filler Fiber nga Essence. Nuanca e kësaj është, mos gaboj, 04. Ashley Brows. Asi që tjetër. Për mascara do përdor nga Essence Lash Princess Files Lash Effect Mascara Black Brown në nuancën Black Brown, pra një kafe e zezë. Un pak pis o s'kaq. Pushim pak buzët. Përdorim pak smoothos ose lip balm. Dhe për buzëkuq, do përdor një buzëkuq po nga Rival de Look. E kam shumë që si brand. Distributori lokal është Rosmanar. Do përdor të nuancën kafe të errët në Chestnut numri 14. Ju falenderoj të gjithëve që shndruat sot me mua në një mini hair care, skin care dhe një get ready with me. Unë në këtë video paraqitet të gjitha hapat që duhen për trajtimin e lëkurës para make-upit, për një make-up të vogël sepse jam në përgatitje të videos pa sarse. Për të gjithë atyre që e përshkruaj kjo video, ju ftoj të gjithë të bëni subscribe në kanalin tim në YouTube. Të klikoni te zila për të qenë të azhurnuar për të gjitha videot pasardhëse, lini një koment poshtë videos për çdo pyetje dhe paqartësi që keni. Shpresoj dhe që informacioni në lidhje me skincare routine të jetë i vlefshëm për ju. Ju falenderoj të gjithëve dhe uroj një ditë të këndshme.